Nuk kanë kjo është vetëm një aspekt, zoti Kume. Unë e deklarova serinë e faktorëve të cilat shtruan zgjedhjet në fars. Këto janë po, shumë e drejtë. Këto janë gjetje post votimi. Tani, disa kryetarë qaqësh kanë kërkuar. Nuk kemi kërkuar dhe njëherë në të gjithë Shqipëri. Sepse kjo përbën, kjo do të donte një kohë shumë të gjatë. Por, kërkojmë në zonat në të cilat ndikimet dhe pesha e krimit ka qenë më e madhe. Pra, është Durrësi i vjen radha, Tirana do i vjen radha, se Tirana u mor me numërimin e kandidatëve, kërkesën e kandidatëve, dhe do i vjen radha. Fierit do i vjen radha, dhe pra në këtë formë nuk është kërkuar, në disa raste Kasi nuk ka pranuar, se dha aty dora e zezë e një njeriu që s'ka ligj as moral, që me rrogën këshilltar i presidentit dhe në kundërshtim me ligjin e presidencës, që nuk e lejon të kryejë asnjë aktivitet tjetër, vazhdon në Kas si përfaqësues ekstremist i Edi Ramës, dhe që i shpall vlefshme të pavlefshme sipas dëshirës tij votat aty. Pra, është proces në vazhdim, zoti Kume. Me këtë ritëm, derisa do të vazhdojë ky proces i denoncimit dhe a do t'i vijë radha një analizë të brendshme për të parë edhe defektet e brendshme të Partisë Demokratike? Asnjë diskutim që do i vijë radha dhe do bëhet, por kompletimi i këtij procesi është interes jetik i demokracisë shqiptare, i opozitës shqiptare, i qytetarëve shqiptarë që besojnë tek vota e lirë. Pra kjo merr përparësi absolute. Të përfundojë ky proces. Ky proces duhet të përfundojë. Nuk do të donim të zgjaste kaq shumë, por dhe pikërisht për të mos të kaluar shumë kohë, po jemi si më përzgjedhës. Sepse normalisht meriton nga qendra e parë tek e fundit të rishqyrtohen. Do shifim, kemi prap çështja ekutive të futura, krahas tretit bullgar, përbën një akt makabër për të manipuluar rezultatin.